Përshëndetje shikues të nderuar. Jeni me podcastin Arena e Yjeve, që është prodhim i Telegrafit dhe çdo të shtunë transmetohet edhe në RTV Dugaxhini. Në këtë përmbledhje do të rikthehemi te historitë, emocionet dhe rrëfimet e disa prej futbollistëve që kanë shkruar kapituj të rëndësishëm në karrierën e tyre dhe kanë mbajtur me krenari fanellën e kombëtarës së Kosovës. Përmes kësaj pjese speciale do të njiheni më afër me rrëfimet e Xhelbrim Taipit, Betim Halimit, Milot Avdylit, Florent Hasanit dhe Armend Thaçit, emra që kanë qenë pjesë e rrugtimit të Dardanëve dhe kanë lënë gjurmën e tyre në futbollin kosovar. Para se të nisim me këto rrëfime, një falënderim i veçantë shkon për sponsorin tonë të art Exfis për mbështetjen e vazhdueshme. Mësafiri jonë i radhës është Xhelbrim Taipi. Xhelbrimi është një mesfueshor i FC Prishtinës, po ka një karrierë gjatë bujshme. Mirë se vjen Xhelbrim. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Gjithmonë është kënaqësi me qenë mes juve dyve. E kam ndjek emisionet, i kam ndjek me Romak, i njihim pak si më shumë. Më pëlqejnë shumë edhe me kënaqësi kam pranuar ftesën. Faleminderit shumë. Xhelbrimi që tham është një mesfueshor sulmues, ka bërë karrierë shumë gjatë në Zvicër, ka bërë karrierë edhe në këtë vendet këtu afër nesh, në Shqipëri, në Maqedoni. Vendet shqiptare. Edhe pse karrierën ja ka nis në Kosovën lindore është nga Tërnoci, një djalë i Luginës që ka dhuru magji me topin tash e sa vjet. Na pyetjen e parë zakonisht e bujna, çuçi ja ke nis më mirë me futboll, të kanë hapat e parë tu. Po normalisht hapat e para kanë qenë pasi unë rrjedh prej një familje, me thonë futbollistësh, është me gjenetik mund të them kjo pjesë. Është babai ka qenë futbollist, më herët ka luajtur edhe në ligat e Kosovës, domethënë që kanë qenë vitet e 90-ta. 90-ta. Pas përfundimit luftës, domethënë gjithçka ka marrë fund. Dhe unë në moshën diku 5 vjeçare, 6 vjeçare kam filluar stërvitjet në fshatin Tërnoc, ku kemi pasur edhe shkollën e futbollit, KF Tërnoci. Domethënë kemi pas grup moshat, përpara kanë qenë Fatost, Pioner dhe Kadet. Kemi garuar në ligën regionale të Gjilanit, dhe duke ditur se kemi pasur si piknisje gjithmonë qytetin e Gjilanit, edhe kanë qenë qyteti i Gjilanit, si me thonë, mikpricët për neve Gjithë talentat e Luginës. Talentat e Luginës, po edhe gjithë futbollistët ku kanë garuar në Luginë të Preshevës, se kemi pas si piknisje qytetin e Gjilanit, na kanë mbështetur vazhdimisht, edhe më herët para me kanë qenë shumë futbollista të cilët Romaki i njeh, atë besoj ata, i kanë marrë hapët e para gjithmonë si junior të shkolla futbollit Dritës apo Gjilanit. Atëherë Xhelbrim e përmendëm që vjen prej Kosovës lindore, fshati Tërnoc që një fshat që ka prodhuar gjithmonë talenta, edhe pse nuk ka qenë as pak e vështirë me nis pasionin për futbollin në atë fshat, të e marrë parasysh kushtet e infrastrukturës, edhe sa ka qenë e vështirë për ty, domethënë ato hapat e parë. Normalisht e vështirë ka qenë shumë, se duke u nisur në shtetin të cilit jetojmë ne, jemi me Serbinë, fatkeqësisht. Jemi tek ajo pjesa dhe domethënë është shumë e vështirë me dalë pa talenti, jo vetëm i sportit, po edhe çdo lloj profesioni, sepse e kemi një përkrahje, sidomos banorët shqiptar të Luginës Preshevës, duan me punu shumë për me dalë pa suksesi apo diçka tjetër. Edhe normalisht ne kemi qenë një gjenerat shumë e mirë. Atë periudhë kemi qenë datëlindjes 91, 92 dhe 93, me trajnerin e ndjer Recep Adili, domethënë ka qenë ai iniciatori i shkollës së futbollit KF Tërnoci, është ndërtuar edhe stadiumi që kemi pas edhe është edhe tani është një stadium shumë i mirë ku i plotson gjitha kriteret, gjitha kushtet për të garu futbollistët apo grupmoshët e reja. Më pastaj është afruar edhe trajneri Sedat Pajaziti. Edhe siç e thash, kemi pas një grup të futbollistëve shumë cilësor, shumë të mirë, edhe mund të themi se gjithë formacioni 11 që kemi qenë bashkë për një periudhë 10 vjeçare, kemi lozur në Tërnoc, janë transferuar në Kosovë, në Shqipëri, në Maqedoni, domethënë ka qenë një grup shumë i suksesshëm fal punën e dy trajnerëve
që e ceka dhe më herët. Për mene, sidomos trajnerin Sadar Paziti që ka punu shumë edhe në futbollin e Kosovës. Shumë lojtar talentum keni kalu na për durët e tij. Çfarë do më thonë kjo emër për juve? Normalisht respekt, unë kam shumë respekt se është e njëjtë sikur një nxënës kur merr hapët e para në shkollë, ku ka respekt për mësuesin e parë, ku mëson alfabetin e këto gjërat elementare. Ashtu edhe për mua, trajneri Sedat ka një respekt veçantë sepse hapët e para i ka mësuar prej tij. Domethënë ka punu një periudhë shumë gjatë me neve, nuk është dërzu asnjëherë, edhe pse ne si fshat njihemi shumë mes njëri tjetrit, edhe gjithmonë ka qenë ai problemi se asnjëherë nuk mund dalin futbollista ku pretendonte trajneri. Se gjithmonë ai kishte synime se njëri nga futbollistët që ishim grumbull 11-12 futbollista që do luajë një ditë për grupmoshët e kombëtarës shqiptare apo për ekipin e parë kombëtar. Edhe normalisht askush s'ka besuar ai, mirë po fal punës, fal angazhimit që ka punu me të vërtet, ka punu shumë me neve, sidomos në gjërat teknike, të cilat na shërbejnë vazhdimisht tani edhe gjatë karrierës më kanë shërby shumë, pozicionimi, goditja topit, pasimet, domethënë kemi punuar vazhdimisht, edhe du ta ceki këtë pjesë sepse si trajneri Ndjer Xhepadili, po ashtu edhe trajneri Sedat Pajaziti, gjatë periudhës 10 vjeçare që kanë punuar me neve, unë mund të them se mund një vit apo 2 vit që kemi paguajtur te shkolla futbollit. Do thonë ajo ka qenë punë vullnetare, që se kam pas një përkushtim të jashtëzakonshëm, por mendoj se ja kemi shpërblier mundin dhe kjo ka qenë e gjitha. E përmenem më herët që ju e keni si pik takim Gilanin. Një farë kryeqyteti na morava edhe Kosovë lindore. Qysh nuk u bë që ti s'ke lujt as për dritën, as për Gjilanin, edhe si fëmijë? Jo, unë me qëllim nuk moshën 16 vjeçare, atëherë ndoshta është mungesë për shembull nuk kanë qenë interneti këto gjërat. Unë në moshën 16 vjeçare, kontratën e parë e keni shkruar me skuadrën e dritës. Domethënë që shumë pak njerëz e dinë se ka atëherë në atë periudhë ka qenë ligën e dytë të Kosovës. I ka rrosh shpesh dritës. Edhe 2-3 herë ka rrotë ligë. Çata. Ti më jeni do të kuroj hyp edhe më nuk. Ja, domethënë ka qenë edhe në barazh i ka rrotë. Para vitit 2008 dikon, kam qenë në moshën 16 vjeçare. Kene shku kontratën e parë. Po, kontratë nuk e di ka qenë profesionale apo s'ka qenë. Se që ashtu i kena nënshkruar atëherë. Jo, nuk ka qenë se për mua ka qenë një diçka që një shumë e madhe për shkak se po arri me stërvit me ekipin e parë. Në atë periudhë ka qenë trajner Raci, nëse s'gaboj, me ndihmës Bekim Isufin. Edhe ka pas futbollista shumë të mirë, domethënë pavarësisht se ishin ligë ditë, unë isha 16 vjeç, ka qenë Armend Kastrati, ka qenë Erol Murati, domethënë këta dy që i veçoj se më tepër kam pas shoqëri, edhe domethënë kjo ka qenë një pikësinim kur e kam nisur karrierën. Po tamam kështu. Pastaj në moshën 17 vjeçare e kemi formuar ekipin e Tërnosit, ekipi i parë që kemi garuar në Ligën e 5 të Serbisë. Po. Edhe pastaj edhe unë, Samir Ramizi edhe Besim Ramizi jemi kthyer nga Gjilani edhe kemi vazhduar në Tërnos. Samir Ramizi konditoar i mirë. Samir Ramizi po ai ka luajtur ka luajtur dritë, Ndrenic, ka luajtur Zavosh. Ja këto golla shumë të fortë. Kufar golla ja. Ja, po domethënë për mendimin tim ka pas goditje të jashtëzakonshme. Talent që nuk vjen, se ai ka pas lindën, ka pas talentin edhe u kon spektakolar për atë kohë, sidomos që po thotë e pret shumë dillën mi po gollat në stenesh. Kur i hap këto golla ai i ka pas domos një Gjakov. Gjakov, ai është jashtëzakonshëm. Është gol shumë i bukur. Menesa është Betim Halimi, një portier që ka lënë gjuhën në futbollin e Kosovës, por jo vetëm. Mirë se jam Betim. Mirë se jeta. Atëherë, para se me nis me fol për karrierën tënde që halon gjystë është, hala s'ka përfundu. E kem një pyetje hyrëse për krejt mësafer që i kem pas. Vetëm kur ka fillu dashuria për futbollin, për lojën e bukur, ose për menet me sportës. Me të drejtën që në moshën e re ka fillu dashnia për sportin,
e kom fillu si sulmus edhe mbet angëll. Qa ke puna që me jetë ngoll, as dite me lutë, shkene në portjera, zakonisht në për më holla, kuj s'ka dit pak, hajtë në portjera, qa kina dit vlerën portjera. Po ishin ma 50 gollin kejt ma leti me nejtë ngëll. Edhe kjo ka qenë një prej arsye pse jem bo portjer, na shtale pak prej trashëgimi pi prindit, se edhe babin e kam pas portjer, normal, jo profesionist, po në atë kohët e veta. Edhe na shtale babi pak ka shty, portjer, se e kim trashëgimi. Trashëgimi, që ja. Betem karrierën e ke niste Vllaznia Pozheranit, klub nga i cili edhe fshati prej nga vjen ti, atë kujtohet ndeshja parë kur e ke bo debutimin, nëse ishe mujt pak me na tregu. Me thonë drejtën, kanë kalu shumë vjet, edhe kom bo shumë ndeshje, kërësi nuk e di sakt cila o konë ndeshja parë. Pse kom lujt me Vllaznin e Pozheranit një 5-6 vjet, ma shumë. Se kur i kom kalu grup moshat, tana me ekipën e parë në Ligë 2, desa henëm në Ligë parë, edhe u largum. Po, s'paku sa vjet i ke pas kur ke debutu, se shumë i ri jem futbollin e Kosovës, prej një moshe shumë të re ki debutu. Ndoshta 15 vjet, 14-15, që të dikon, për ekip të parë. Për ekip të parë. Vitin 2016, pak kush e ka mendu, po e shofmi Betim Halimin në prova, se në atë kuj provat që unë konë Enbart, me shku në provat, unë konë arritje si me në shku kontratë, me shku në prova të hish ma pak se gjiganti anglez, ose krenaria e Londrës Chelsea. Ke qëndru një javë në atë ku edhe po qyshirë dhe deri me siguru prova në Chelsea. Unë do rështë për shumë ka tifoza Chelsea që vesh me shku në Stamford Bridge me shiku në deshen ti ki qëndru atë një javë det. Me tregu drejtën nuk konë shumë e pabesueshme dhe çuditshme. Edhe më kujtohet që mirë kur pa ta apliku për vizë të Anglijës në ambasadë, se besojshin kërkush. Për qa Chelsea. Në Chelsea kam me të shpar Chelsea, Chesterfield. Chelsea. Edhe pa të ndohë prej një menaxherit shqiptar, pak nuk u konë menaxher, po ka pas shoqni qështu me menaxhera. Me ka pas njëri. Edhe është e çuditshme se ai një u konë e gjinisë femërore, menaxherja. U konë ajo e Zvicrës edhe mi pa të ofru 3-4 mundësi me ekipe shumë të mëdha, si Chelsea, edhe tash s'po më kujtohet cilat se i ka kjo punë 10 vjet. S'po më kujtohet cilat ekipe janë konë, a konë Milana, nuk i di, edhe vendos ku dërë me shku me provu vetën. Edhe me orë, për shemë, në atë ku, me orë, tash më konë, është pak ma ndryshë në senat, për në atë ku, u konë dishka e pabesueshme, edhe në pitëm, jo në Chelsea se kam qef Chelsea, në du Chelsea, po shkojnë Chelsea. Edhe e patalon më si asgjoj, kuptan, se e pabesueshme. Edhe kur janë nisi mu bo bisedat ma serioze, ma sene, ma qaj ftesën e Chelsea, mi mor njerë dhanat e mija, do sene, shka ju interesishen aty në do video, do sene. Kur u merë ftesa, që pa besueshme. Ju shkova në ambasadë me ftesë edhe pa të konë qështu djetor kur pa të aplikua janar, qështu festa ka pas. Edhe ju thash aty në tonën aplikua, thash tonën ku më apliku të mërkurën në më do të vizane. Ja nisën me kesh as presidentit shtetit për 2 ditë si vata. Ta që me kësha halli vizan prova. Bo okej, atë nëjsa ata i qunë ato në ambasadë. Kur e marit mërkurën në telefon, posta. U konë kjo në Prishtinë së më kujtojt emri cila post. Shkova me marë pasaportën për të mërkurën, nejtë. Për 2 ditë u Për 2 ditë. Kur e kom qelë, kur e shë vizën. Me që atë rrugë shkova të ambasada vetë. Tash t'ju ka zërë që seriozisht e kom pas. Dhe me hanë, rasti parë që ju ka ndonë në ambasadë me apliku të hanën e mërë të mërkurën. Po, që da me thonë... Kjo është një mundësi që vjenë si futbolist në ashtaves njëherë. Që da me thonë dikimi i Chelsea. Po me, që ju ka zërë njerë fillimisht se problemi u konë edhe me caktu termen. Po jam mirë njës,
edhe sot deputetet tash është na kjo kon Shaki Babit, po sot më kujt Tahiri e kon bjemrin. Besnik Tahiri. Besnik Tahiri. Po. Besnik Tahiri. Besnik Tahiri babi ka pas shok, e ka thirrë në telefon, i ka thonë çështë djali ka më shku në Chelsea. E pi vyt një tërmen me mujt me animun në ambasadë. Çfarë ku normal. Më kur në apliku për vizë. Apliku kon trishtem se shumë kanë lyp dokumente, shumë. Kena shku te Besnikin në shtëpi, edhe Besniki na i ka rregullu dokumentat krejt për ambasadë. Edhe kom shku kom apliku, po sot jam falenderus për Besnikin. Me jaftë të Chelsea, çysh e kujton atë kohë? E thonë drejtën, është halos, nuk më me besu. E kom harru si histori, se është e pa besushme. Se jam konë një avë në Kobam. Në Kobam është qendra servitore e Chelsea. Tash ku shkon të pi Vllaznies për Zhranet me një qendër servitori që ishe këtë grup moshat me ki parë. Ma ne edhe kushtet të stërvitjes. 28 fushat stërvitjes. Po. Hopshe mana, nuk e di që ku kime stërvitjes. Po. Të më hapë të shka që e pa besushme është. Se në atë ku nuk kem pas në futbol të Kosovës, në kur zhoheq. Nuk konë janë konë, si nga pas kushtet elementare, e kupta. Tash ku shkova me ushtru me Tami Abrahamin, me Charlie Musondën, me lujta shumë emna që sot janë lujna për ekipe që të doshta mund dal, nëse kishe mujt na i pra paske, nëse të kujtohet diçka na i takim me na njërin për lejtarëve të Chelsea. Me lejtarët jam taku krejt, po mas shumë ti që më patlion për shtypi u konë njëni për ekonomave aty mrena. Se tash ku shkovan si lejtari i ri, mi dha me uniformat e krejt senat edhe po mbetaj prej kajt vjen unë pithon prej Kosovës. A pi Prizrenet? Unë nëllë aty. Edhe u huqa kejt, pithon ma din qysh, ta pi Prizrenet ta, tham jo, tham për kupe din teja, din ku i bje Prizrenet. E aj kish pas punu me këforin, ish pas kanë këtu në punë stil, bazën në Prizrenat, që kam po të shka. Bazën, me siguri. Edhe po më thot që pullat po thot i kanë të mira shumë Prizrenat. Ma, më dhe shmar takimi. Kom me të shok me shumë për ty në shka kam punu në qadë. Jo me lejtar t'ju adin se kanë ndryshu. Sigurisht janë rrit, po me i kam me 2-3 persona i kam halo raportet në Instagramin se na ka me qështni. Gjithsesi provat nuk arrite mi kalua, po provat këshëm, tasht realisht u konë diferenca shumë e malla, e kupton. Si 16 vjeçar ti me shku në Chelsea për shembull, dhe tash ata janë rrit me tjetër sistem të punës, kupton. Ki mujt me pas shumë kualitet, po jo sa ata të mjaftueshëm. Tash janë puna që ata ma mundsun me shku në Everton, në akademitë e Evertonit, se në qatë ku konë njëti pronar. Abramovici ka pas 2 ata, e kupton. Edhe Chelsea edhe Evertonit. Edhe ma mundsun me shku në akademitë e Evertonit. Po tash unë mas parë nuk isha drejt vet me jetu aty. U dhe i keda familja. Tash me orë dhe familja, normalisht shpenzimet janë shumë të noja, kuptan. Se me jetu në Londër vet. Normal. Edhe me jetu veç për futbollet që as nuk ishe mujt me jetu, se s'u konë që ishe paguti ku me Po, sidomos si 16 vjeçar. Edhe u konë e pa mundur, u konë me vazhdu karierën në Everton, kuptan. Me neve është futbollisti njërë nga Kosova, Milot Avdyli. Milot, mirë se vjen të arena jo. Mirë se gjeta dhe faleminderit për ftesën. Miloti është hale i ri, shumë i ri edhe ka karrierën përpara, po për këto vjet ka bu bajage karrierë, ka nisë në Kosovë, ka luajtur në Zvicër, në Ukrainë, tash është në Sloveni, ku po shkëlqen me celljen një klub, një ekip që i ka befasu shumë njerëz për mënyrën e lojës dhe për sukseset që i ka pas. Për Milotin mund është për full për asistat e ti, për shpejtësim, për lojën, po kina me anis për fillimit, qysh ka nis kë me futbolin. Kur ke vendos më mirë me futbolin, kush ka qunë futbol? Me të thonë drejtën, si familje jemi familje e madhe, në vështëreja dhe gjithë gjemë të migjës mi kanë lujtë futbol, e pe ty në ju inspiru i kom po të shku në trening, kom doshtë adhe në me nga mas futbolit, e kom doshtë shumë qysh i ria den, edhe ju kom bashkë në gjithë gjemëve të miqës të ti. Vështre ke të lujtë futbol? Vështre me problemu me gjithë dikon që s'lu në futbol. Cila ka qenë mosha, 5 vjetë, 6,
7-8. Kur ju ke bashkangjitur Kurdës? Jena te Kurda ke fillua, një shkollë që operon mes Prishtinës e fush Kosovës. Dikun ka mosha 8-9 vjeçarja kam nisë në shkollën e futbollit Vushtre. Po, Vushtre fillimisht. Deri në moshën U15, deri në gjeneratën U15 kam luajtur në Vushtre dhe pastaj kom vendos me shku në shkollën e futbollit Kurda. E kom pa që ka shumë talenta në atë kohë kanë Miljot Rashica dhe shumë lejtarë. U kom pe Vushtres me emër. Po. Edhe kom dosh me provu diçka jashtë Vushtres. Normal. Atë edhe kom vendos me u bashkangjit Kurdës. Pastaj deri në moshën U17 që se ai e ka vesh deri në moshën U17 nuk ka më junior. Qysh ke kaluar këtë periudha edhe a ke menu që po shkoj për profesionist, tu i po dhe talentin edhe lojt? Po me të thonë drejtë nuk konë ma ndryshe se ma larkë familjes në Prishtinë. Unë e jëmë rritë në Vushtre kështu edhe kom dosh me provu edhe vetën qysh më është tre me dalë me po qysh është. Po me të thonë drejtë nuk konë një provoje mirë se e kom su të Kurda njët për disiplinën e ti edhe më ka nimu shumë. Edhe me thonë drejtë më ka nimu ma shumë fazën defanzivë se më kom pak demlegani. Më ka nimu shumë ajo ko. Deri në atë mosh besoj e kom pas një sukses mirë me Kurdën se jemi shpall dhe kampion në regionin e Prishtinës. Regioni i Prishtinës është më i fortë realisht se regionet tjera ka klube më të mëdha, fëmijë më shumë edhe e kem dy korrikun Amisadiku në Prishtinën edhe zhvillojnë lojë të forta edhe si region besoj që qëndron më mirë se të tjerë dhe për shkak ka bo mirë që u ardh, më provu me më të fortë i bjen. Prej Kurdës shkon të Trepça 89 dhe shumë shpejt shumë që i bashkangjitesh ekipit parë në një moshë të re. Tha do me thonë deri në 17 vjetë, deri në 17. Kadeta, do me thonë pe i kadeta, thuj se bën hapin direkt në ekip të parë të Trepça 89 dhe shumë shpejt vjen edhe debutimi, do me 17 vjetë. Qysh e kujton këtë kohën të Trepça 89, pasi që kur fillove me luveq, janë nise mu bo emër, gradualisht, Miljotav dyli, Miljotav. Me të kallëzu drejtën, kur jëm largu pe Kurdës, nuk është që më ka thirë Trepça 89, po e kom pa që po luajn talentat. Po luajn talentat, bile në atë kohë edhe pak më herët që në shpallë kampion i Kosovës, po ketë me lejtarë të ri. Shumë të riga pas me lejtarë të ri, edhe për që ata kom vendos me ju bashkangjit juniorëve të Trepçës 89. Aty e kam pas trener Shpëtim Idrizin. Ai ka qenë më herët treneri U19 e juniorëve. Edhe kom vendos aty me ju bashkangjit juniorëve. Po s'm ka rrosh shumë me luajtë me 6 muaj, tani Shpëtim Idrizi po treneri i ekipes të parë. Edhe të ka marrë mendja. Edhe më herë më ka marrë në ekipën e parë. Domethënë, po ka ndodhur ajo fatkeqësia pandemia, domethënë edhe u ndërprej liga, nuk u luhesh. Po me të kallëzu drejtu në atë kohë kur u ndërprej pandemia, veç nuk jam nol ku mushtru shumë, edhe ku mushtru edhe privat shumë me trener kondicional e kështu. Edhe kur jam kthy domethënë atë në treningat e parë, unë i ri, ma shumë energji e kështu, edhe që aty besoj e kom fitua dhe venin në Trepçë 89. Që ju morë shumë i pregadit, ka pas lejton normal aty ju kanë armona e kështu që ju në shumë profesionista, po ju më kanë edhe unë njëni pe tyne që nuk ju më ndalu, sidomos me kondicion. Debuton kundër Drenicës, qysh e mon men lojën e parë? Po, u konë normal. Emocion, Deshe, por u konë diçka që nuk e harroj kur u konë Drenicë, bili na konë të shty bash na dhe Drenica për mësë meron për ligë. U konë në ndeshe që u dosh me fitu pa tjetër, e shenë edhe ma ka si me thonë ma ka hop rrugën ajo ndeshe, dhe ma thash ma ka jep mundësin Shpëtim Idrizi për më ka inkuadru pej minutës parë. Gjo që se kom pi gjatë javës me thonë të rejten, po edhe ja kom shpërbi se kom bon deputim e kom më shënu gullin e parë. Po u konë gjenja do me thonë që nuk e harrej as njerë. Prej debutimit, ta në thuj se cilën ndeshje ke lu deri 6-7 ndeshje. Po, i ka lu me Treqën. Po, i ke lu. Sot ka një mu që kjo mu rritë si lojtar edhe sa e ke bos fështirë mu
mu ambientu në ekip të parë për kundër moshës kaq të re. Po normal, unë si 17 vjeçar u konë vështirë mu ambientu, po shqyqyr që kum pas shumë lejtar të ri, deri 79 dhe që më kanë ndihmu, gjë që nuk ja harroj, sidomos kanë qenë lejtar që edhe që më konë gjeneratën unë 21 të Kosovës, komtarës, Arbë Manaj, Arbë Nërmuja, i kom gjetë aty, edhe më kanë po mu si talent e kështu dhe më kanë ndihmu me thonë drejtën, më kanë motivu shumë, theshin që po shumë potencial ty, kështu po dojna me të ndihmu edhe normal që është një shtym Shumë e mirë. shumë e mirë për Një mu. lejtar të ri. Po. Kështu që po normal. U kanë ndjenjë mirë me të ndihmu dikush aty. Trepsha 89 nuk priton me lujt me hetri edhe me lujt që është zhagt, nuk e ndryshon Po. një sistemin. Vazhdon me met një ope klubeve që ja ka dhënë hakun futbollit tonë, sidomos me lojtarë të ri. Çdo vjet spaku 2-3 na i prezanton futbollit Kosovës. Sot mos të harrojmë marrëm jasharin pjesë e kombëtarës. I dalëm be shkollës futbollit atë. Me thonë çdo vjet kanë një talent të nxjerr. Po. Edhe çat ditë që ndal kampion, i kanë pas Rëmbrojen, Muharremin, kanë pas Malokun, Dilan Musaj. Po. Për parim Islao me Janis me Lumas, kështu ta mën me bo karrierë të mirë Janis aty, me thonë Trepsha 89 është klubi që këtë rive, kush u shku, ka pas talent e ka... Ka pas mundësinë me Trepsha 89 e ka një të mirë që nuk të hinë hak, dhe me thonë edhe ju beson shumë talenta punon me trener të shkollave dhe momentin që është pak potenciale me e pëta jep rostin në ekipin e parë, po. Mas 16 lojëve, vendos me bu një hap të madh për ty, do me thonë mu largu për futbollit Kosovës. Me shku në Zvicër, që shërdi të transferimit e Arao? Punat e transferimin e Arao u konë këtë spontanisht, u konë dhjetori i vitit 2020, edhe im konë një kohë që edhe nuk lujt shumë Trepsha 89, edhe normal si çdo i ri që ka që me dal jashtë Kosovës. Unë me të thonë drejtën një kom kontaktu një menaxher në Instagram vetë, ju më konë në shuk në kafe, edhe du me përmend edhe publikisht menaxherin Leonard Berisha, i në Zvicër, dhe me thonë, i kom kontaktu në Instagram, i kom shku direkt në Instagram, i kom thonë që kom qef me dal jashtë Kosovës e kështu, ajo më kish pas njoh mu si talent e kështu, adin, po nuk më ka kontaktu se ka thonë, bili ma herët që më konë me një agent tjetër. Edhe kur i kontaktova ato, i kallzova që qështu po du me dalje, kështu i shkon mirë bili në Zvicër. Tha po mëre, unë ty të kumë përcjell shumë mëte, kështu shqyqerë puna dhe me më kontaktu mu direkt. Edhe i thash nëse i shbo puna, kisha dosh në Arau. Se unë e njëfra ekipin e FC Araus pe Liri Dëmbole, ka shumë, po edhe dojnë e kom qytetar. Me të lidhë krejt. Me të lidhë krejt puna dhe tani e kontaktova, që shtu i thash që kom që me orë në Zvicër, kështu. Po me e keqa u konë që u konë pandemia, edhe nuk kam punu ambasadat e kështu viza nuk kam pas. Po ai ka insistu shumë, ka u shku në për ambasada në për Shkope, kështu mi ka ndresh këtë dokumentat. Me neve është futbollisti i minor kosovar Florent Hasani. Florent mirë se vjen. Mirë se gjitha, faleminderit për ftesën. Florenti është një lojtar prodhim i Kosovës, e ka nis futbollin te na. Dalën pa me lam Kosovën atë ku kur bëhen kampion dhe që titull vazhdojnë me pastaj edhe të Trepsha 89 ku konfirmuar si një lojtar më i mirë të kampionatit tonë. Bën karrierë në Hungari, në Izrael, tash sa vjet është në Turqi ku po shkëlqen me golla, ndërsa me klubin e tij Ahmet Sport është pjesë e Superligës për vitin e tashëm. E mira Florentit është që ka luajtur këtë grup moshat e Kosovës edhe në kombëtarën A, ku ka 8 paraqitje, ka dhe gol. Na kena me folë me ta për këtë karrierën e ti, po pja nisu me pyetjen e parë qysh ja ke nis me futbollin. Si i ri, si gjithë fëmijët, shumica e fëmijëve janë mas futbollit. Unë në moshën 7 vjeçare, 8 vjeçare mos gaboj, kam filluar në Vushtre. Me grup moshat e reja dhe kam qenë ai fëmijë gjithmonë gjithë ditën ma hall me topin. Atëherë moj men ju më inspiru pi Del Pieros, Trezegues, Juventusin e kështu shumë. Pastaj më kom tifoz i flakt i Barcelonës dhe Ronaldinhos.
që nga ajo moshë se më dal kur gjitha grup moshat në Vushtrë, kom ndru shkollat futbollit, prapë më kthim në Vushtrë deri tash këtu ku jam. Te Vushtëreja ke debutu edhe me ekipin e parë dhe je kon pjesë e atij ekipit ku e fitojnë titullin vetëm në histori. Çfarë kujtime shërum pe asoj kohë edhe çu e kujton atë sezon pasi që dihet që ka pas shumë vështirësi, sidomos financiare. S'del kush kampion mo, po. Problem. Në Vushtrë ai titull është historik, është vetëm titulli i qytetit. Ata tifoz, ata njerëz qytetit që janë të flakt mas futbollit, unë mendoj se meritojnë më shumë tituj. Po klubi ka pas probleme të vazhdueshme, qysh nga ai vit kur jemi shkoll kampion, unë edhe pse kam qenë i ri, kam qenë afër ekipit çdo ditë stërvitje edhe ndeshje edhe kom pas se sa vështirë kanë ata lojtarët kryesorë, se edhe kanë mojt familje. Pavarësisht aty në vështirësive, ekipa s'është dorëzu kurrë, edhe trajneri Ismet do të më përgëzu se si ka mujt me majt ekipen deri në fund. Nuk besoj se ka trajner tjetër në Kosovë që kishte mujt me bo. Po në fund ja kanë arrit qëllimit, e kam sjell titullin historik për Vushtrën. Festa ka qenë madhështore dhe më kujtoj si sot, domethënë nuk e harroj asnjë moment. Vushtëreja ka pas edhe talenta në atë kohë, Lyshe edhe te edhe Miloti, kon edhe Rashita tjetër. Valderini. Ka pas një ekip bajagi homogen edhe mbrojtje kone mirë, që po du me thonë që pe ati ekipi dalin edhe lojtar, tani ja jashtë Kosovë edhe zhvillojshin një futboll interesant. Vazhdimisht ka pas lojtar në Vushtrë, vazhdimisht ka edhe sot, edhe pse ndoshta kohëve të fundit nuk po dalin nga Vushtrëja, po dalin nga ekipe tjera, po prej ardhen e kam prej Vushtrës. Mendoj se është si lloj fabrike për talenta futbollit. Florenta ka pas në ai moment kur keni menu që nuk jeni të shku drejt titullit edhe kjo situata e vështirë për ja pa mundësën me fitu titullin. A gjithë jeni të bindun që... Mendoj se na të bindun gjithë, pavarësisht vështirësive që i ka marrët, po edhe për kroja tifozëve që kanë qenë gjithmonë afër neve, mendoj se na të bindun që do dalim kampion, edhe pse në fund ka pas diferencë vogël më duket me Prishtinën, mos gaboj. Po gjithmonë kena pas besimin se nuk e lëshojmë titullin, ja kena arrit qëllimit e kena sjellë në Vushtrë. Kalon te Trepça 89, në ekip tjetër plot talenta, edhe fiton atë titullin e parë mas pranimit, është titulli i parë mas pranimit, edhe Trepça 89 me çat titull e ka. Po jeni në ekip shumë e re, po luni futboll shumë atraktiv. E më me atë sezon, me thonë, çdo ekipi gati ka 4-5 golla ja jepshi me autogjonin sul me e keni shumë interesant. Qysh ke kalu të 89-shi? Të 89-shi ka qenë një ndër periudat më të mira të karrierës. Kam qëndru 2 vite gjys. Viti i parë ka qenë problematik për mu, si lojtar i ri 18 vjeç. Shumë ndeshje kom lujt mbrojtës i majt. Prap s'kom fol se kom ditë që kudo që luj, këto ndeshje kanë më ndihmu për të ardhmen. Edhe ai sezoni pa të përfundu me probleme, e kemi fillu shumë mirë në vend të parë, disa ndeshje pa humbje, pastaj kemi ra. Përfundon viti i parë dhe klubi vendos që në vitin e dytë me hyj veç me lojtarë të ri me talenta. Na e lënë lojtar me përvojë veç Shpetimi Drizin, Iliris Mokun, Edon Pasomën edhe gjithë lojtarë tjerë. 19, 20 vjeç, 18. Edhe më i mend që në gjitha mediat e na kon kandidati i parë me Europë Ligës. E vërtet. Po kemi bërë një përgatitje shumë të mirë, çdo ditë kemi punu shumë, edhe kur kemi filluar ndeshjen e parë me Gjilanin, ne ka qenë rezultati, kemi pas 2 kartona të kuq, edhe fitojmë ne 1-2 me gollin tim, minutë 85 ato dikon, që nga ajo ndeshje mos s'kena pas ndalur, ka qenë ambienti fantastik, kryesia na ka nejt afër vazhdimisht. Edhe pse njerëz tjerë kanë thonë se këta janë kandidati parë me Europë Ligës, po na aty mrena kena ditë se çfarë kapaciteti u bë, për një kohë shumë shkurt. Edhe e kena arritur atë titullin historik për Trepçën 89, që ka qenë titulli i parë mas pranimit. Edhe në UEFA në FIFA. Në Europë me lu ekipi i parë. Te ky sezoni i dytë ke shënu bukur shumë edhe gola edhe asistime.
A ke ky momenti kur e ndjeve veten që veç filluve mu rrit edhe je gati për me bu një hap më të madh në karrierë me dal në Evropë? Ke momenti, bona 16 golla, 12 asiste, përfundoi sezoni erdhi ndeshja për Evropë, edhe pse humbëm fatkeqësisht. Prap fillova me marr atë eksperiencën. Edhe fillova me mendu se është ndoshta koha me dal jashtë në Evropë. Prap ka qenë e vështirë në atë kohë, ka qenë shumë e vështirë për klubet jashtë me orë me të marrë ty në Kosovë. Nuk ka ndodhur ndonjë transfer gjatë verës, e kam fillu prap sezonën me Trepçën të Thënon, prap në formë të mirë, deri në gjysmë dhjetor, 6 gola. Kemi qenë vend dytë mas Llapit mos gaboj. Prap kemi qenë kandidat për titull, po dimrit mas 2 vite gjysmë vjen momenti me bo hapin e radhës. Pse po them ka qenë e vështirë se gjatë biseda kur kemi pas me 2-3 klube, ata më theshin mu nuk pigjena lojtë e Kosovës kërkun, se janë disa platforma ku ti hin e sheh lojtarin, e analizon ekipin, kurse këtu ndeshjet e Kosovës s'kan qenë atku. Vërtet. Edhe mas shumë ti mi kanë hap rrugë 2 sene, ka qenë kombëtare e unës të ne, ato ndeshjet me Norvegjin, me Gjermanin, rezultate historike. Edhe seni 2 që e ka vullos faktin për me mu transferu në Hungari ka qenë ajo galambromja e federatës ku shpollna lojtarë më i mirë në Kosovë si 19 vjeçar. Momenti si ka ndodhur ai nesërmën kanë thirr klubi, kanë thonë që të bëjnë transferin se Pas ka diçka. po mjafton kjo. Mjafton, po. Se me shikun ndeshjet e klubit Trepçës të Thënon ka qenë shumë problem. Shumë probleme, vërtet. Te Dios Gjori, avantura e parë jashtë, qysh ndjen dhe ku shkova atje, çka pe ndryshe pe Kosovës. Na realisht atëherë kon futbollin të i marr hapat pas shumë vjetë pa na njoftë, pa luajshëm gjithkohën. Tash është bajagi më mirë. Po. Po në atë kohë nuk u kon që është tash. Qështu do këty kur shkove, çfarë diferencë? Diferencë shumë e madhe, se në atë kohë kur im largune u kon ende i pranishëm ai lloçi i Kosovës që i thojna, e kur im shumë Hungari ka qenë krejt tjetër gjë, edhe pse personalisht e kam pas shumë vështirë, një ditë para se mu nis gjithë natën pa fjetë, edhe po quhem për i them prindve se s'po shkoj, se kam qenë shumë i lidh me Kosovën, me vendin, me Vushtrën, me klubin Trepçën të Thënon. Nuk e di as vetë sot se si më ka ndryshu mendin me shku. Kom marr rrugën, kom shku atje, kom po këtë tjetër gjë, klub me stadium të ri, me akademi të re, me hotel të klubit për lojtarët, me gjitha gjonat, domethënë që shohim prej as deri në zhë. Çka nevojitet po, një futbollistit. Edhe ajo koha në fillim ka qenë e vështirë normal se adaptimi, këtë ambient tjetër, tradita tjera, njerëz tjerë. Domethënë ai gjysmë sezoni kur shkuan ka shku më shumë derisa e adaptu. Aty ke kalu 4 vjet Florent, qysh çat mësoi ai kampionat, çfarë futbolli u zhvilloi kja tu përshtat, edhe atë ndihmoi edhe mu rrit edhe si person, përveç se si futbollist. Kampionati më ka ndihmu, po më shumë ka ndihmu një trajner që ka qenë spanjoll. Ai ka qenë ish lojtori Real Madridit, Malagës, Real Betisit, edhe mënyra se si e shifte ai futbollin edhe si do e kemi lujt futbollin, më ka zhvillu shumë. Kom kalu shumë mirë me to, një sezon ku bëj 7 golla në ligë, 3 në kup, po gjitha golat jashtë distancës, edhe me një fjalë e kom shiu futbollin me ta. Normal edhe kampionati ka qenë diferencë e madhe me Vushtrën se tjetër ritëm, fizikisht është dashur më forcu koqa shumë për me majtë ritmin e asoj ndeshje, se si u lujke atje, po në përgjithësi ku marrë eksperiencë e pa në Evropë, normal, kur i bën një vit, 2 vite, bën një sezon të mirë, pret prap një hap të radhës diku më lart. Këtu kom pas pak probleme me klubin, nga se në Hungari është një sistem i çuditshëm, nuk din me bo biznes, me shit lejtarin, se i kanë parët e sigurta prej shtetit e për federatës çdo muj, edhe nuk i intereson se kanë një produkt në ekip që mund me shit për shembull 1 milion ose 500.000. S'u intereson fare. Më mirë. Po ka ndodhur dikon 4 oferta të mira që mi kanë humb, po prap me periudhën që më kaluar që jem shumë i lumtur.
Me neve është futbollisti senior, njëri ndër më të mirët në Kosovë viteve të fundit ose në dekadën e fundit, Armend Taçi. Armend, mirë se erdhe te Arena Jo. Mirë se vjen Armend. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Është me thonë kënaqësi kur na fton jo vetëm për me fol për tash, mirë po me u rikthy pak në kohë, me shfletu ato që kanë kalu pak më herë, se i bjen sikur me harru pak do të me rikthy pak ato emocionet e kalume. Sigurisht, edhe ideja e podcastit tonë është ajo që paktën Me rikthy edhe gjeneratat e reja pak me di çka kanë kalu lojtarë, se nuk është lehtë me ardhur deri në muaj dikush prej futbollista, mu bo ndër më të mirë në futbollin kosovar, sigurisht që ka sakrifica, edhe për ato edhe jemi, mi zbulu sakrificat, mi zbulu prapaskenat, sigurisht. Ofertat, transferet të dështume, çdo sen. Futbolli nuk është veç dita e ndeshjes, sigurisht. Zakonisht, kështu që na kena mundu me tregu sa ma shumë me pyetjet po besoj që kena me t'i bo dhe bashkë bisedimin. Armend, atëherë bims pa hub kohë, veç po fillojmë. Armend, jeni kohë gjatë në futboll, po pyetja jonë zakonisht është e parë për mësafirt, qysh ke fillu u mirë me futbollin, kur ka lind dashuria për lojën e bukur? Po, në mënyrë zyrtare, kam fillu futbollin në vitin 2002. Ende pa e mbush 10 vjet, kam fillu në shkollën e futbollit Keku në Bileq. Aty hapat e parë, me thonë, atë derën e parë ma ka hop në kep, më ka dërgu Hoxha im i madh Rahimi, për shkak se është një adhurues shumë i madh i futbollit, e kam përmend disa herë, edhe nga ajo dëshira se e ka desh futbollin shumë, edhe askush nga familja ju nuk ka arrit me u marr, për shkak se ka qenë lufta, kushtet asisoj, edhe e ka pasur një dëshirë tonë shumë të flak për futbollin, edhe më ka dërgu në shkollën e futbollit Keku në vitin 2002. Edhe pastaj prej asoj dite e deri më sot kemi vazhdu me futboll. Sa ka qenë i vështirë ky fillimi, se e kemi pa që e ke përmend disa herë që ti je rrit me një fshat. Jo shumë larg qytetit, po puna e transportit edhe me qenë se ke qenë shumë i ri, nuk është se u kon let me shku vetën kom ose me prit autobus. Sa ka qenë ky fillimi i vështirë? Po me u rikthy me kujtu ato është tash duket edhe pa besueshme pak, për shkak se ende pa e mbush 10 vjet, kushtet nuk kanë qenë shumë të mira, për shkak se e dim gjitha familjet në Kosovë mas luftës kanë qenë vetëm koekzistence. Edhe nuk është i ka rënë mend dikujt duhet të shkojmë futboll apo të merrem me diçka. Mirë po ja kam desh futbollin edhe nuk e kam dashur në moment. Kam fillu herë kom, herë me autobus, herë me kere, kush na merke. Me shku në Bileq nga fshati Sibas është dikon rreth 8 kilometra anon prej Obiliqit, edhe herë me autobus, herë kom, herë me kerë kush na merke, edhe nuk ju kam dao asnjë moment, asnjë stërvitje, asnjë ndeshje, edhe mendoj që ajo dëshira jam shumë e flakt ka bu me qëndru në futboll, për shkak se nuk është se jam shup për ndaj fat talenti shumë i madh apo diçka cilësi shumë të madhe, mirë po puna e dëshira shumë e madhe që kom desh futbollin ka bua që mos më ndao ato fillimet kanë qenë shumë vështira, sepse kemi pas shumë shok, mirë po janë ftof, janë ndao, ja kanë lënë futbollin, edhe mendoj që ajo dëshira shumë e madhe më ka bua që mos më ndao, mos më nal, edhe kemi arrit deri sot. Përmendë që vjen prej një fshatit, edhe në atë periudhë u kon pak një farë në Bileq, një farë ndasie fshat qytet. E kon te juniort, edhe nuk e luaj gjatë ton sezonit. Po ndeshjen e fundit, trajneri në atë kohë Bleri Milazi ta ka dhënë edhe shiritin e kapitenit, vetëm për një arsye. Domethënë nuk jam kur që s'ka marrë me ekipin. Po jam rrit gjitha gjeneratat, edhe pioner, fatos, edhe kadet një gjenerat, një vetë sepse atëherë kemi qenë 3 gjenerata, për shembull kemi marrë pjesë në gjeneratën e kadetëve 3 datë-linjeve, edhe pioner edhe fatos kam zhvillu rregullisht ndeshje, për shkak se si fëmijë na kanë shtin, ndërsa kur kam dalë në kadet ka fillu shumë me pas minuta shumë a pak, për shkak se shumë lojtar, konkurrenca e madhe, dhe kanë qenë shumë lojtar që
shumë lojtarë të mirë cilësor që më përmend tash janë harruar tash edhe në futbollin tonë për shkak se kanë lënë futbollin. Është edhe ajo koha kur u patën bashku me shkollën e Dukorrikut. Ka qenë Festim Krasniqi, Doshlako, Shpresim Atush, gjitha kanë qenë shikanorë dhe janë bashku me Kekun, edhe ka qenë një gjenerat shumë e fortë, edhe nuk është se kanë zhvilluar ndeshja aty. Me thonë në sezon plot a kam qenë i grumbullum 3 herë apo 4 herë në ndeshje. I grumbullum se me zhvillum minuta jo. Edhe prap nuk kanë diku që me u dorzu, me u nol. Edhe kom vazhdu. A më fjalë kur të mos bë? Pse s'po lul? S'ka ndodh edhe tash, ndoshta nuk ndodh me bë fjalë për shkak se e besoj në parep në princip që në trajner që do me fitu ndeshën, lojtarët që ja fitojnë ndeshën apo lojtarët e mirë nuk i lën bon, për shkak se edhe trajneri varet nga futbollistat. Sigurisht. Edhe ajo nuk jam dol asnjëherë deri në gjeneratën e juniorëve në vitin e 3 kur arrin të bëhemi kampion në gjeneratën e juniorëve edhe ndeshën e fundit, atë 6 muaj pa përfundu sezona i kam luajtur ndeshjet më thonë gjitha rregullisht. Për shkak se teshi zoti e kapa një fund mirë edhe trajneri Blerim ka fut rregullisht ndeshje. Edhe ndeshjen e fundit në analizë para ndeshjes e ka thonë që si është problem ose si deklarat për të që ka qenë një rregull stërvitje, nuk kanë ku asnjëherë edhe është një lojtar me shumë të ardhme. Ndeshjen që jemi bë kampion e kemi ngrit titullin, ka vendosur që me hap shritin e kapitenit edhe që tash është momenti i paharrueshëm për mua për shkak se me kon kapiten në vendin tonë ka bu më një shumë mirë. Pasoj erdhe debutimi edhe me ekipin e parë. Se kujton atku debutimin me ekipin e parë të Kekut, kur dihet që Keku deri para disa vitesh, sidomos në ato vitet pas luftës ka ekipe forte, ka fituar edhe Kupën e Kosovës. Atë vit kur jemi dal kampion me gjeneratën e juniorëve, shumica e lojtarëve kanë servit me ekipën e parë, për shkak se ka qenë trajner Belbel Sokoli dhe ekipa ka qenë shumë e organizuar, i ka marrë lojtarë me potencial me servit me ekipën e parë. Unë nuk është se kom servit shumë, pastaj u largu profa Belbel e mor ekipën mentor Miftari, ndim se ka qenë profes Belbel edhe nga desh follesh edhe profa mentor ka qenë Brejsi Djallë, ka qenë e ka njoft pozitën e edhe me kërkesën edhe profes Blerim se kanë qenë pastaj së bashku në ekipën e parë, një pjesë gjeneratëve të juniorëve që kemi qenë na ka marrë në ekipën e parë edhe aty kemi debutuar ndeshjet në Super League, ndeshjet zyrtare. Edhe ka ndodhur normal që ka ndodhur një largim i shumë lojtarëve në ekipën e parë të Keku, për shkak se janë largu, s'ka pas nuk kanë desh me investu shumë, e kanë po një gjeneratë e juniorëve që kemi dal kampion me na jap rostin, me shpenzime shumë ma pak edhe na ka jap rostin, kemi zhvilluar ndeshje në vet rregullisht Super League. Tash kemi ron. Cila ndeshje ka qenë kur ke debutu? Kam debutu ndeshjen në Gjako kundër Vllaznimit. Ka qenë një sezon para se me fillu me lu rregullisht në ekipën e parë. Për shkak se na grumbulloi ndeshja disa herë na merke pe juniorëve, edhe ka qenë ndeshje kundër Vllaznimit Gjakov që kum bën ndeshjen e parë zyrtare. Zyrtaresh, cili vet u kon debutimi zyrtar në Super League? Mos gaboj, do të më kon vitit sezona 2009-2010 ose 2010-2011. S'po di çato 15 vite ka 16 vite parë.